Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Mandalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat i përgatis për familjen time. Sot kam përgatitur një nga recetat më të thjeshta, do ju marr vetëm 5 minuta kohë përgatitje dhe shija nuk do ju zhgënjej asnjëherë. Speca me kos. Nëse dëshironi ta provoni, qëndroni me mua dhe provojeni në kuzhinën tuaj, pasi jam e sigurt që nuk do të zhgënjeheni. Për të përgatitur këtë recetë na nevojiten 5 ose 6 speca, varet nga madhësia e tyre. Unë kam zgjedhur jeshile dhe të kuqe nga të dy ngjyrat, i ndajmë në copa, kështu si tregohet në video. Ndërkohë në një tigan do shtojmë 3 lugë vaj ulliri ose vaj lule dielli, çfarë do lloji që përdorni ju në shtëpinë tuaj, dhe do vendosim specat për t'i skuqur. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Gjithashtu ju ftoj që ta ndiqni videon deri në fund për të parë recetat më virale që janë më të pëlqyrat nga ju. Pasi specat janë skuqur, nëse dëshironi mund të shtoni 20 gram gjallë për më shumë shije, kjo është sipas dëshirës. I përzihem pak sa tretet gjalpi, ndërkohë në një tjetër enë do shtojmë 250 gram kos. Do vazhdojmë me një vezë, një lugë çaji krip dhe 1 ose 2 thelbinj hudhër, varet se sa të fortë dëshironi aromën e saj. Gjithashtu 1 lugë gjelle miell gruri dhe masën do ta përzihem shumë mirë. Nuk dua të harroj pa shtuar se është kënaqësi për mua të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë mund ta shkruani në koment. E përzihem masën shumë mirë, kështu si tregohet në video, derisa të marrë formën e një kremi, dhe pasi specat janë gati, e shtojmë edhe masën që përgatitëm mbi to, e përzihem për pak sekonda në zjarr të ngadalt dhe e keni gati. Siç ju thash në fillim, është një recetë shumë e thjeshtë në përgatitje, por shumë e shijshme. Ju siguroni të keni bukë pranë vetes dhe e keni gati për ta shijuar. Nëse ju pëlqeu kjo recetë, për të më mbështetur, mos dilni pa bërë like dhe pa lënë përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit që më ndiqni.